Do të shkojmë me kolegun Besmir Pula për të folur sa i përket deklaratave të SPAK-ut. Kemi pasur mbi 100 kallëzime në SPAK nga subjekte të ndryshme politike për krime të dyshuara zgjedhore. Besi, si është situata aktualisht sa i përket krimeve të dyshuara zgjedhore dhe çfarë ka deklaruar SPAK-u për bilancin? Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar përmes një njoftimi për shtyp të paktën deklaron se deri në datën 5 maj janë deklaruar dhe regjistruar jo pak, por 115 kallëzime penale sa i përket le të themi krimit zgjedhor. Në fakt SPAK bën edhe një ndarje të kallëzimeve që me numrin specifik të tyre, duke nisur me kallëzime nga subjektet politike. Pra një nga format e kallëzimeve që janë bërë pranë strukturës së posaçme kanë qenë kallëzimet nga subjektet politike. Një element tjetër ku janë kallëzuar në SPAK të paktën persona si të dyshuar, si të përfshirë në krimin zgjedhor, janë edhe referimet nga struktura e policisë së shtetit. Nga ana tjetër ka pasur edhe kallëzime dhe hetime të iniciuara kryesisht nga vetë struktura e posaçme SPAK, si dhe denoncime nga platforma online dhe denoncime për qytetarët. 115 kallëzimet e SPAK-ut kanë ardhur në të paktën 5 format e tij, duke nisur nga hetimet kryesisht, denoncimet nga policia e shtetit, denoncimi në platformën online që ishte edhe një risi në fakt për këto zgjedhje ku në faqen zyrtare të SPAK mund të denoncosh krimin zgjedhor online, duke le të themi plotësuar të gjitha fushat e domosdoshme nga personi në të cilin e akuzoni për krim zgjedhor, e deri te faktet e tjera se për çfarë lloj krimi apo vepre penale të krimit zgjedhor ky person le të themi akuzohet. Kujtojmë këtu Sebastian që vetëm ditën e sotme, për të rikthyer edhe aktualitetit, kandidati i Partisë Demokratike në qarkun e Dibrës, Xhemal Gjungshi, ka kallëzuar në SPAK kryetarin aktual të Bashkisë së Dibrës, zotin Rahim Spahiu, si dhe drejtorin e shërbimeve të bashkisë, Bedri Kamberi, pasi sipas tij janë përdorur le të themi në fushat administrata dhe po ashtu sipas të paktën referuar edhe kallëzimit të zotit Gjungshi ka pasur pretendime për krim zgjedhor në këto zgjedhje edhe në qarkun e Dibrës. Pra ky ishte ndoshta le të themi kallëzimi i fundit të paktën i bërë edhe publik në media, ndërsa nuk kanë munguar akuzat politike të ndërsjellta të palëve dhe subjekteve politike për shitblerje votash apo edhe për përdorimin e administratës në zgjedhjet e 11 maj, që sigurisht edhe përdorimi i administratës, përdorimi i rrjeteve sociale po ashtu përbën një shkelje të kodit zgjedhor dhe si e tillë dënohet sipas edhe dispozitave ligjore. Për të rikthyer edhe një herë le të themi thelbit, 115 kallëzime janë bërë pranë prokurorisë së posaçme deri në datën 5 maj. Në fakt kanë mbetur edhe plot 6 ditë, pra nëse llogarisim nga data e dieshme që është statistika e fundit e SPAK, kanë mbetur edhe 6 ditë të tjera që të paktën projeksionet është se do të ketë edhe kallëzime të tjera në ditët në vijim në lidhje me krimin zgjedhor. Kujtojmë këtu Sebastian se vetëm pak kohë më parë edhe në një reagim publik, vetë prokuroria e përgjithshme të rreth një javë më parë deklaroi se edhe në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm janë bërë 14 kallëzime penale. Sigurisht që personat të cilët janë funksionarë të lartë publik kallëzohen në SPAK, por edhe personat e tjerë që nuk e plotësojnë le të themi kushtin e funksionarit publik kallëzohen pranë prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, siç janë edhe raportimi zyrtar i prokurorisë së përgjithshme, ku janë bërë edhe aty 14 kallëzime penale në lidhje me zgjedhjet e tanishme të 11 majit dhe krimin zgjedhor që të paktën pretendohet përmes këtyre kallëzimeve. Po Besi. Ishim me kolegun Besmir Pula në këtë raportim sa i përket bilancit të SPAK-ut për krimin e dyshuar zgjedhor.